Magnezi ju shpëtoni jetën. Ja se si dhe kur duhet ta merrni për të parandaluar 10 sëmundje. Magnezi është një mineral i 4 më i zakonshëm në trupin e njeriut. Kryen shumë funksione jetësore të trupit, veçanërisht në tru, dhe për këtë arsye është e rëndësishme që të mos ketë mungesa të tij. Çdo qelisë në trupin ton përmban magnez, por ky i fundit ndihmon edhe ato që të funksionojnë. Magnezi në të vërtetë ndryn në reagime të shumta biokimike të kryera vazhdimisht nga enzimat. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet e magnezit në shëndet, kur duhet ta merrni atë, kur duhet të konsultoheni me mjekun dhe si ndikon ai në shëndetin tuaj sipas health.com. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Aktiviteti fizik. Magnezi është thelbësor për ata që ushtrojnë në sporte. Gjatë aktivitetit fizik ne kemi nevojë për 10 deri në 20% më shumë magnez, i cili ndihmon në transportimin e sheqerit në gjak, në muskuj dhe eliminon acidin laktik që grumbullohet edhe në muskuj. Magnezi është i mirë kundër problemeve të depresionit. Ky mineral luan një rol kryesor edhe në funksionet të trurit dhe ka ndikime në gjendjen tuaj shpirtërore. Mungesa e magnezit mund të shndrohet negativisht në aftësinë e insulinës për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak. Prandaj mungesa e magnezit shoqërohet me një rrezik të shtuar edhe të depresionit. Magnezi është i mirë për personat që vuajnë nga hipertensioni. Magnezi mund të ndihmojë në rregullimin e presionit të gjakut duke ulur tensionin sistolik dhe diastolik të gjakut, duke rikthyer atë në nivele normale. Magnezi është i mirë për problemet e migrenës. Njerëzit që vuajnë nga mungesa e magnezit kanë më shumë të ngjarë të vuajnë nga migrena. Para se të merrni ndonjë shtesë të magnezit, kontrolloni për ndonjë mungesë të mundshme dhe bisedoni me mjekun tuaj. Përveç se është thelbësor për shëndetin e mirë, magnezi është gjithashtu i pranishëm edhe në ushqimet të cilat ju i konsumoni për ditë. Magnezi është ndër mineralet më thelbësore dhe të rëndësishme për njeriun. Ai është përgjegjës për më shumë se 300 reaksione që lehtësojnë në funksionet e trupit të njeriut. Magnezi është i rëndësishëm që muskujt dhe nervat të funksionojnë si duhet, për të mbajtur sheqerin dhe presionin arterial në nivele të duhura, në formimin e proteinës, kockave dhe ADN-s. Nëse nuk keni mjaftueshëm magnez në trupin tuaj, mund të keni simptoma të tilla si dhimbje koke, humbje të oreksit, nauze dhe të vjella, lodhje dhe dobësi. Personat të cilët marrin nivele të mjaftueshme të magnezit gëzojnë në shëndet të mirë, ndërsa të tjera magnezi ka këto benefite: rregullon presionin arterial, zvogëlon shanset për arrest kardiak. Për kocka më të forta, marrja e rregullt e magnezit kontrollon kalciumin dhe vitaminën D në trupin tuaj, të cilat janë thelbësore për sistemin skeletor më të fortë. Gjumi më i mirë dhe më i thellë. Marrja e rregullt ditore e magnezit nuk ndihmon vetëm në funksionet e trupit, por gjithashtu ju ndihmon edhe të relaksoheni dhe shijoni një gjumë më të mirë gjatë natës. Ai trajton dhimbjet e forta të kokës. Studimet tregojnë se marrja e vetëm 1 gram i kësaj përbërje minerale ndihmon në minimizimin e stresit në trup. Magnezi mund të sigurohet përmes ushqimeve ose ujit të pishëm. Ushqimet që përmbajnë vlera të larta të magnezit janë bajamet, brokoli, bananet, djathi, farat e susamit, bizelet, farat e kungullit e të tjera. Magnezi është një mineral i domosdoshëm për shëndetjen e njeriut. Ai është thelbësor për shumë funksione të organizmit. Magnezi shërben për përmirësimin e funksioneve të trurit, shëndetin e kockave, zemrën dhe aktivitetin e muskujve. Ai gjendet në ushqime si avokado, arror, barishte dhe produktet e bulmetit. Marrja e suplementeve të magnezit është e rëndësishme për sistemin nervor, për gjumin, për rregullimin e niveleve të sheqerit si dhe kundër konstipacionit. Por si duhet të merret magnezi? Sipas ekspertëve të vegjëlit deri në 6 muaj ka nevojë për 30 mg magnez në ditë. Nga 1 deri në 3 vjeç ka nevojë për 80 mg magnez në ditë, ndërsa ata nga 8 deri në 13 vjeç kanë nevojë për 130 mg magnez në ditë. Meshkujt nga 14 deri në 18 vjeç kanë nevojë për 410 mg magnez, ndërsa femrat e kësaj grupmoshe kanë nevojë për 360 mg magnez në ditë. Femrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 310 mg magnez në ditë, ndërsa meshkujt e kësaj grupmoshe 400 mg magnez.
Meshkujt nga 30 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 400 deri në 420 mg magnez në ditë, ndërsa femrat e kësaj grupmoshe nga 310 deri në 320 mg magnez në ditë. Mungesa e magnezit e rrit rrezikun e tensionit të gjakut dhe diabetit të tipit 2. Suplementet e magnezit gjenden në forma të ndryshme në varësi të përthithjes nga organizmi. Kundër konstipacionit, ekspertët rekomandojnë magnez citrat dhe magnez hidroksid që përmirësojnë kështu lëvizjen tuaj të zorëve. Magnezi është një mineral thelbësor në funksionet e trupit tonë dhe është i nevojshëm për më shumë se 300 reaksione biokimike të trupit. Ai ndihmon në funksionet normale të muskujve dhe të nervave, në rregullimin e transportimit të temperaturës së rregullt në trup, rregullon tensionin e gjakut dhe sidomos është i shëndetshëm për shëndetin e kockave dhe të thonjve tuaj, duke mbajtur ato më të fortë. Specialistët e shëndetësisë e kanë theksuar gjithmonë rëndësinë e përfshirjes së sasive të duhura dhe të mjaftueshme të vitaminave dhe mineraleve në trupin e njeriut. Sidomos në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë nivelet e zinkut, të kalciumit dhe magnezit. Këto 3 minerale janë në mjaft të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit më të mirë të trupit. Magnezi do të kontribuojë në absorbimin e kalciumit nga trupi, gjithashtu edhe në mënyrë të përgjithshme do të përmirësojë shëndetin tuaj, do të mbajë larg komplikacionet dhe do të rrisë edhe në mënyrë të rregullt shëndetin e trupit. Magnezi ndihmon në absorbimin e kalciumit nga trupi, ndërsa zinku në mënyrë aktive përmirëson sistemet imunitare të tij. Magnezi është i rëndësishëm gjithashtu edhe në sintezën e proteinave dhe promovimin e funksioneve paratiroidale. Së bashku me vitaminën B6 mbështet punën e sistemit kardiovaskular, të kockave, gjithashtu edhe të kujtesës. Femrat e të gjitha moshave kanë nevojë të marrin edhe magnezin si duhet. Ai ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve menstruale, në problemet e osteoporozës dhe lehtëson simptomat e menopauzës. Magnezi gjithashtu është i mirë në parandalimin e osteoporozës, në pagjumësi dhe gjithashtu edhe në problemet e hipertensionit, lehtëson në migrenën, gurët në veshka e të tjera. Magnezin e gjejmë te arrat, tek bajamet, te drithrat, tek peshku, gjithashtu edhe te perimet me gjefe jeshile. Në fakt, nevoja ditore për magnez nuk mund të plotësohet vetëm nëpërmjet ushqimit, prandaj dietologët rekomandojnë që të merrni edhe në formën e suplementeve sasinë e duhur të magnezit. Të mirat e magnezit në organizmin tuaj do të jenë vërtet të larmishme. Studimet kanë treguar se magnezi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, ul rrezikun për zhvillimin e diabetit, redukton simptomat e migrenës dhe gjithashtu lehtëson problemet e depresionit dhe problemet të ankthit. Magnezi nevojitet për kalciumin që të përdoret nga kockat. Shërben për relaksimin e muskujve, përfshirë edhe ato të zemrës. Magnezi dhe vlerat e magnezit bien gjatë gatimit ose përpunimit të ushqimeve. Burimet të mira të magnezit janë arrat, farat e ndryshme, gjithashtu edhe bimët. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i rregullt i magnezit në dietën tuaj do t'ju bëjnë edhe ndryshime madhore në shëndetin e përgjithshëm. Magnezi është një suplement shumë i mirë për personat të cilët kanë edhe probleme me osteoporozën. Studime të shumta kanë dëshmuar se kalciumi dhe magnezi ndihmojnë në forcimin më të mirë të shëndetit tuaj të kockave. Magnezi do të parandalojë gjithashtu edhe probleme dhe sëmundjet tuaja kardiovaskulare. Një nga përfitimet më të rëndësishme të magnezit është se do t'jap kontribute të vazhdueshme në uljen e rrezikut të sëmundjeve koronare të zemrës. Studimet kanë treguar se sasia e duhur e magnezit mund të reduktojë shanset e dhimbjeve dhe sulmi në trup. Mungesa e magnezit do të rrisë rrezikun e çrregullimit të rrahjeve në zemrës, që shton rrezikun e komplikacioneve pas një ataku kardiak. Magnezi rregullon gjithashtu edhe problemet e hipertensionit dhe mund t'jap rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë që të merrni sasinë e duhur të magnezit vazhdimisht në dietën tuaj, duke ndihmuar kështu kundër këtyre shqetësimeve. Magnezi është i mirë gjithashtu edhe për personat të cilët vuajnë nga diabeti. Studimet kanë treguar se personat të cilët rrezikohen nga diabeti tipi 2 kanë mungesa të theksuara të këtij minerali.
Ky mineral ndihmon në metabolizimin e karbohidrateve dhe ndikon në aktivitetin më të mirë të insulinës në gjak dhe parandalon gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj nëse doni të përmirësoni shëndetin dhe të mbani larg këto shqetësime, magnezi duhet jetë prezent në dietën tuaj në format e duhura, për të marrë gjithashtu një shëndet më të fortë dhe për të parandaluar komplikacionet. Magnezi trajton migrenën, pagjumësinë dhe gjithashtu problemet tuaja të depresionit. Nëse vuani nga këto shqetësime, përfshirja e duhur e magnezit në dietën tuaj të jetë aleati juaj më i mirë për parandalimin e këtyre shqetësimeve, ndaj konsultohuni me mjekun tuaj për të përzgjedhur edhe ushqimet e duhura të cilat ju përshtaten kundër këtyre shqetësimeve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.